Analisti politik Viktor Buzhala ka komentuar strategjinë e partive kryesore para zgjedhjeve të ardhshme, duke vlerësuar se secila parti po hyn në garë me kauza të kufizuara dhe objektiva të vështira për t'u arritur. Sipas tij, PDK-ja fokusohet vetëm tek kritika ndaj Ramiz Ladrovcit, LDK-ja kërkon vendin e parë me një rritje të konsiderueshme votash, ndërsa AK-ja përpiqet të kalojë pragun e votave, ndërkohë që Nisma mbetet pa një kauzë të qartë. Duke marrë parasysh këto elemente dhe faktorin e diasporës, Buzhala në postimin e tij në Facebook parashikoi se vetëvendosje ka shanse të dukshme për të dalë më e fortë në zgjedhjet e 28 dhjetorit, përcjell bota sot. Në vim, shkrimi i tij i plot, PDK po hyn në zgjedhje me kauzën e Ramiz Ladrovci, është i keqja, jo ata, kauzë tjetër nuk kanë, e duke e larguar Ladrovcin nuk kanë me fitu asgjë përveç që rrezikojnë me humb një 5% të votave. LDK po shkon në zgjedhje me kauzën se ose të parët ose hiç, sepse nuk pranojnë as vend të dytë as vend të tretë, por për vend të parë u duan rreth 150% rritje. Votuesit e dinë që rritja 150% është utopi, prandaj një pjesë e tyre ka me ju ikë, sepse si duan as mishin as peshkun. Të rrallë janë votuesit vegan, shumica duan ose mish ose peshk. AK hyn me kauzën me qëndru mbi prag gjithqysh, por me që llogaritet që kanë me votu shindra mijëra vet nga diaspora, pragu bëhet thuajse e pamundur për t'u kaluar. Për Nismën s'po flas hiç. Kur merret parasysh faktori diasporës më 28 dhjetor dhe elementet e sipërcekur, atëherë del që vetëvendosja është dukshëm e favorizuar me dalë shumë më mirë se më 9 shkurt, ka thënë ndër të tjera ai.